Nisja e punës për zgjatimin e bulevardit të ri të Tiranës ka bërë që të mbyllet stacioni i trenit. Trenat në drejtim të kryeqytetit do të kenë ndalesën e fundit në Vorë dhe Bashkia e Tiranës ka vënë në dispozicion të udhëtarëve autobus në mënyrë që atje të mund të marrin trenin apo të mbërrinë në Tiranë. Drejtoria e hekurudhave bën të ditur se trenat e udhëtarëve do të ruajnë të njëjtat orare të mbërritjes dhe nisjes nga Vora. Gjatë ditës në linjën Durrës-Tiranë e Kthim lëvizin 6 çifte trenash. I pari niset nga Durrësi në orën 6:15, ndërsa i fundit, që nga dita e hënë do të niset nga Vora si stacion fundor në orën 20:22, pa ndryshuar orarin aktual. Vora do të mbetet stacioni i fundit deri në përfundimin e punimeve në zbatim të projektit për stacionin multimodal të Tiranës. Nga ana tjetër, Bashkia e Tiranës pritet të bëjë publike brenda javës emrin e kompanisë fituese që do të ndërtojë bulevardin e ri. Vetëm pak ditë më parë Bashkia arriti që nga 15 kompani të përzgjidhte vetëm 4 prej tyre, duke bërë të ditur se javën e ardhshme do të përzgjidhet kompania fituese. Sipas Bashkisë, kompanitë që kanë marrë pjesë në garë kanë qenë kompani prestigjioze ndërkombëtare nga Europa dhe Lindja e Mesme, të cilat paraqitën ofertat financiare si dhe dokumentacionin përkatës për të realizuar këtë projekt strategjik, më i rëndësishmi në 70 vitet e fundit në kryeqytet. Projekti parashikon që në fazën e parë të punimeve që nisin nga stacioni i trenit do të përfshihet ndërtimi edhe i një parkimi të madh nën toksor. Përgjatë bulevardit është parashikuar kalimi i linjës së tramit, që do të lidh terminalin multimodal të pasagjerëve me sheshin Nën Tereza. Në bulevardin e ri të Tiranës do të ndërtohet pallati i drejtësisë dhe institucione të tjera publike, disa institucione kulturore dhe artistike, qendra biznesi e të tjerë.